طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri I fikut, Umdatul Ahkam, bazat e dispozitave, tek kapitulli I haxhit, edhe më konkretisht tek tavafi. Secili prej nesh, secili prej jush që ka shkuar në umre e din se çka do të thonë tavafi. Tavafi është një ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala që është lloj rrotullimi I Qabës. Ky rrotullim I Qabës bëhet 7 herë. Kështu ka në transmetime të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në hax, edhe për hax, edhe për umre. Omeri radiallahu anhu ju afrua gurit zi. Guri zi e dini që është në Qabe, që ka zbrit prej xhennetit, apo? Bukur. E puthi edhe tha. E puthi që atë gurin e zi, sa që ky guri zi vllazni ka qenë I bardh kur ka zbrit, mirë po është nxi shkaku I gjunaheve të njerëzve. Është nxi shkaku I gjunaheve të njerëzve. Thot ju afru gurit zi e puthi edhe tha. Unë e di, tha, o gur, si kur o të foli me gurin, që ti jeni cop gur që as nuk dëmton e as nuk bën dobi. Do më thonë, unë nuk të lypi për te që po të puthi. Pastaj thot, po mos ta kisha parë, thot, pejgamberin a.s. duke të puthur kur s'kisha me të puthur ty. Po e kam parë Resulin a.s. duke të puthur dhe unë e qoj në vend urdhrin apo veprën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bukur, përdesa kemi na argument vllazni për me e puth gurin e zi. A kemi argument na me shku me puth varët? A kemi na argument me shku me kamu Ibrahim me e puth aty që është, me dini? Në gjithë afër Qabës? A kemi argument na dyrt e harimit aty me I puth? A kemi argument na mermeret me shku me I puth? A kemi argument dyrët e xhamis pejgamberit a.s. me I puth? A kemi argument na me I puth, aleikum salam tullah. A kemi argument na me I puth dyrt e xhamis pejgamberit a.s. Jo, kreti bëjnë këto. Sufi, dërvish këti bëjnë. Edhe çfarë argumenti kanë? Po që e ka puth. E ka puth, për puthi edhe unë e dyrt e Qabës, dyrt e harimit. Unë e kumë po që ta shirën e fundit, para 2 vite, vjen muslimani, para se mi I të xhamia pejgamberit a.s. I puth dyrt. E pse vi puthish dyrt? Po I shajt, krejt është harami, është ky haram, a këtë du të mi puth. Omeri po thot, këshyre para me na, veç pse e kum po, pejgamberin a.s. to e puth gurin e zi, po e puth, se kur s'të kisha puth me një aspekt. Po të tregon, që nuk ka dome dhe dobi prej puthjes gurt. Nuk vjen dome dhe dobia, por se është rit fetar I haxhit apo I umrës. Vendet, thot, kuptimi përgjithshëm, vendet, kohrat, nuk lartëson as, nuk të shejtrohen, nuk bën mi shejtru vet. A I keni po për shembull vllazni, të krishterët e kanë një bindje, akide e kanë që I shejtrin njerëzit. A thënë shën për shembull. Shkijet çka thënë? Sveti Stefan, shën Stefani. Na a thëjmë kështu? Na nuk I shejtrojmë njerëzit. Kemi ajet kuranor, që nuk I shejtrojmë na njerëzit. Këta e bëjnë deri dje nuk ka qenë I shejtru, momentin kur bëhet pop, për njerë shejtrohet. Sikur me bëhet të pagabushëm, jo? I pagabushëm është Allah subhanahu wa taala, pastaj Muhamedi a.s. me urdhrin e Allahut bëhet I pagabushëm në shpallje, jo në çështjet e dunjos. Se ka pas raste Muhamedi a.s. kur ka shku te ata që I kanë palmima, çu I thënë? Pjalmim. Po, pjalmim. Ky shqipnis më mirë vetë gjuhën. Pjalmim. Edhe çka I ka po duke I pjalmu, edhe thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, demek që ndash bani, ndash mos I bën, çka po lodhni. Ata I lun, nuk e bëjnë. Edhe shkon kur zbut. Ata thot ju I dini punët e dunjos mas miri. Çështjet e dunjos, njerëzit, mjeshtrit që I kanë, I din shumë më mirë disa gjëra, edhe nga Resulullah sallallahu alaihi wasallam, apo
Sot mjekësia, sot shkenca, sot mjeshtria jote, sen, pejgamberi sa a ka ditë ato jo, nuk i ka ditë. Këto bon me hulumtime, edhe nuk ka ndalesë në këtë çështje. Pastaj thot, për këtë Omar ibn al-Khattabi, Hazreti Omeri, erdhi te guri i zi, e puthi atë duke qenë midis haxhilerëve, edhe do i kemi ju thonë disa trive, sa i kishin pranu islamin. Se paramendo tash ata ishin tri në islam. Edhe, për një kohë shumë të shkurtër, i kishin pa që pi adhurin idhujt, që janë konë mrana qabës, idhujt. Mi puthe, mi preke, ku e di una në këni, edhe tash puthje, ky pe puth këto diqysh, apo këton, për mës me i shkaktu, po, linë dyshim mës me i shkaktu këtynve, do më thonë, ato në kokë dyshimet, rreth fesë Allah subhanahu wa taala, ka thonë, as dom nuk bën, e as dobi kë. Mos ta kisha pa unë Resulin a.s. që e puth këtë gur, kur se kisha puth? Do në mjë kallëzu trive. Apo, pastaj, Allah qofti knaqër me të Omer radiallahu së qaroj, se nuk e puthi duke madhruar prej mendjes së ti, apo se guri mund t'i bën të dom, apo dobi, si bën kur çdo guri, për vetë se ka zbritur prej Allah subhanahu wa taala. Me të vërtet, ai kishte parë duke e puthur dhe e puthi si shenjë imitimi dhe pasimi dhe jo si opinion personal apo bidat në fe. Vllazni, sahabët, shokët e pejgamberit alayhisalatu wassalam kanë qenë aq strikt në pasimin e sunetit pejgamberit alayhisalatu wassalam kur e kanë pa namaz u kon Muhamedi alayhisalatu wassalam. Veç pse gjatë namazit i ka hek pucat, krejt sahabit xhamati ka hek pucat. Para unë çfarë pasimi çfarë imitimi tam, që ka bu pejgamberi alayhis salam? Edhe pasi ju ka kthy namaz, pasi ka kry namazin, i ka thonë, pse i hoqet? Po thot, po më ty tu i hek me nuk që ashtu duhet. Tha jo, tha mu më lajmëroj, tha Gjibrili alayhis salam, tu kon namaz, apo më folje dhe më tha, ki tha pa pastërti në papuqet tuaj, në këpucet tuaj, apo çka dush thuj, edhe tha unë i heka sepse po dal para Allahut, mos më koni pa pastër, ju s'keni pa pastërti. Edhe u shu kjo, dhe më thonë si dyshim. Një çështje tjetër, pejgamberi alayhisalatu wassalam, tu shku në thim vllazni, është nal me një palm. O nal me një palm. Pas vdekjes Muhamedit alayhisalatu wassalam, njerëzit që e kanë pasu Muhamedit alayhisalatu wassalam, tu shku në thim e kanë ditë që Resulullah s.a.s. është ndalë të që kjo palmë, jë nalë të palma. Pse me pasu? Omer radiallahu anhu e ka vret që kjo nuk është pe fesë. Muhamedi s.a.s. është ndalë aty me pushu, thjesht, flat, palma, o lodh, ka pushu, si me thonë 15-20 minuta, gjysë ore, ku e diune, është fuqizu, apo ka marrë energji, pas të i ka shku, ka pi uje, ku e diune që ka bo, edhe tash disa, duke dosh me pasu strikt Muhamedi alayhisalatu wassalam, çka? Jë nal aty. Edhe kur e sheh Omeri vizionar, i qartë, më thonë, e din me një aspekt se çka mund me ndodh nesër shejtani, çka mund me qit këtynve. Shejtani nesër mundet me ja ndruni jetën edhe me bo atë drunin vend adhurimi. Çka bën Omeri radiallahu anhu, Hazreti Omeri, me temel hik. Me temelek, që me hub gjurmët, se ato vene nuk jenë të shejta, Allah. Muhamedi s.a.s. për shkak dynjos, thjesht në zetu, u krypuna. Edhe si kur dikush sët me bo që ato, a kishte me akuzu që ti spedon pejgamberin alayhis salam? Po, kishte me bo. Paramenov vllazni, është obligim për ummetin me kthy qabën në muret e Ibrahimit alayhis salam që shukon. Sheikh Albani rahimahullahu taala thot për ummetin është wajib, është obligim. Çuçtash, për shembull, mu çuçtash autoritetet shtetërore aty, edhe me prishat pjesën e qabës edhe me rregullu me bo në, domethënë në muret e Ibrahimit. A di çka bëhet? Ajo kemi thonë që aty jo midis dëgjalli është. Aty shejtan janë. Po dhe me prishë edhe qabën. Ç'tu kanë me thonë? Nga padituria. Se është shumë problem. Mu çutash ti me ndriç edhe një herë, është shumë problem. Pastaj thot, Sheikhul Islam ibn Taymija thot, është e pëlqyeshme thot, që kur muslimani të rrotullohet rreth qabës, me përmend Allahun subhanahu wa taala edhe me lut çka do që don.
Nuk ka ndonjë dua specifike aty kur të rrethoj, domethënë kur ta bën tavafin. Nuk ka lutje specifike. Çka don për veten tonë, për familjen, për gruan, për fëmijët, për vllaznitin, për gjithësi, për xhenetin e Allahut, me trujt Allahu xhel për xhenemit, këtë dua të bëni çaty. Në çat rrethim. Lexo Kur'an, bën dua, lutje, gjitha këtë bëni gjatë rrethit. Ky ibadet dallon prej namazit që namaz ki me fol, ndërsa në tavaf ki me fol. Mirë po je me ibadet, tu e bo ibadet Allahun azza wa jall. Nëse e prish abdesin, çati ky komet shkon me abdes dhe vazhdon e bën tavafin. Thot çfarë? Lutjet janë të përgjithshme, ajo që është çka bëjnë shumë prej njerëzve duke përzgjedhur lutje të veçanta nuk ka thot argument Sheikhul Islam Ibn Taymija. Hadithi 221. Abdullah ibn Abbas i transmeton: erdhi pejgamberi alayhis salam me gjithë shokët e tij në Mekke. Erdhin në Mekke. Erdhi për me bo tavaf apo. Normalisht kishte shkuar në Medinë, sepse ishte në Mekke në fillim 13 vjet, torturat e mëdha u detyru me lënë vendin e vet. E këqyri subhanallahu, u kthy pe këqyr. Mekke no sa i dashte je për mua Mekke, jebe. Vendbanimi i tij, vendi i lindjes. U dash me lëshu për hir të Allahut se erdh urdhi me bo hijrat në një vend ku e ki më të lirë praktikimin e fesë. Në Qabe u dhunu sahabët Sumeja u vro shahidja e parë. Pejgamberi Allahut edhe u detyru me lënë vendin e vet. Edhe pastaj u kthy tha me shokët e vet, thanë mushrikët, politeistët. Po ju vinë disa njerëz që i kanë ludhur, dobësuar ethet, smundjet e Jethribit. Jethribi ka thonë Medinës. Me thonë duke dashur mi nënçmu këta sahabi. Ethet i kanë kap njerëz dap, të lodhën, djersitën. Me thonë thjesht që shlujnë hajgare dhe sot me muslimanët, apo? Pastaj thot atëri dërguar Allah sasem i urdhroi që të shpejtonin 3 rrotullimet e para të tavafit. Ju ka llëzu që na nuk kemi lodh. Apo kupton? Ne jemi trima të fuqishëm. Për atë arsye, është e pëlqyeshme në 3 rrotullimet e para më shpejt mos jall. Në 3 rrotullimet e para, tavafi dhe të ecin normal midis 2 këndëve të atij të Yemenit dhe të gurit zi. Profeti alayhis salam nuk i ndaloi shokët të ecnin me hap të shpejt në të gjitha rrotullimet, vetëse të mos i lodhte. Ky është hadithi i pejgamberit alayhis salam. Kuptimi. Erdhi pejgamberi alayhis salam vitin e 6 Hijri. Çka është viti Hijri? Kalendari muslimanëve. Kalendari muslimanëve fillon momentin kur Muhamedi alayhis salam ka bëu hijrat. Çatër fillon viti i ri, viti Hijri, viti muslimanëve. Ndërsa ky Gregoriani është thuhet me Isa alayhis salam, po nuk ka të bëjë Allahu Teala alem 2000 vjet që është, apo ndërsa i muslimanëve është prej hijretit apo shpërnguljes Muhamedit alayhi salatu wassalam. Thot për me kry umrën, me veti kishte marrë shumë shok. I dhujtorët, që ata mushrikët e Mekës, tha dolën ta luftonin dhe pengonin nga ardhja në Qabe, s'doshin me lon. Para mëna po dën me shku te vendi i shejt në Qabe, mushrikët s'pelon. Subhanallah, për me ta lidh me çat meselën tonë që ma tregove. Njerëzit bëjnë mi fal 5 vakte në xhami, disa jo, njëherë në gjumot, mu qelë gjamia. Të merë, subhanallah. Gjamia është për 5 vakte, Allah. Nëse ti si i pagun për ato, gjeje një person, gjeje dikoni, një gjemat li, edhe leja si autorizim. Le ta falë namazin, Allah. Vallaj përgjithësit më dhe ki tek Allah, subhanahu wa ta'ala. Përgjithësit madhe ki. Mirë, po du me thonë, subhanallah, Muhamedi alayhis salam deshti me shku në Qabe, shka mushrikt, pushteti. Me thonë pushteti atë arshëm. E ndaloj. Edhe qëfar? Bile i luftoj. Tha 2 palët kishin rënë në marrëveshje për armë pushim. Prej pikave të këtij armë pushimi ishte se pejgamberi alayhis salam dhe shokët e tij atë vit ktheheshin në Medinë. Mos me bë umrën. Subhanallah. E rëndë shumë. Kanë dashur me bë umrën, kanë dashur para më ti për shkak të hypish, po themi sot për hypish aeroplanit. Po atëre me muj kanë ecë. Me muj kanë ecë për me shku në Qabe. A e dini vllazni, vitet 50 apo 60 apo 40 kanë shku 6 muj ditë në Qabe, i kanë bo.
6 muaj ditë. Edhe 6 muaj ditë mu këthy. S'kan pas. A me deve, a me kuala, a me ku e diune. S'kan pas. 4.000-5.000 kilometra. Sot i hyp Flajnasit, Prishtin Gjidde, shkon për 3 orë gjys, pi aty të ki 1 orë gjys deri në Mekke, edhe lodhësh. Nuk e ki atë fuqi që e kanë pas ata burrat mëdhej. Plus, e ki klimën për mi kry, veç pak me nalat klimën, jallë shesh piskamën i thusht ku më pagu pare, shoma klimën. Plus me hangër me piki, nëse vetëm pak në atë hotel, nuk ti kry shërbimet, jenë gjende çdo sen me thonë, mi hup edhe shpërblimet dhe këtë senet. Ndërsa ata, pleqë tanë, babgjyshrit, stërgjyshrit për 6 muaj kanë bon qabe me shku. Vëllo i man lyp kjo mesele, kjo qështje. I man lyp të madhë. Edhe qka bënën marveshje për arë më pushem, ajë dhe vetë mos me ardhë më këthyn me dine Muhamedi a.s. Gjatë rrugë e boni, me dine më këthyn. S'pëden. Tha qka dhe të vinën vitin e arshëm të bënin umre, duke qëndruar në Mekë veç 3 ditë. Ma shumë jo. 3 ditë. E ki vizën 3 ditë. Si me thonë zotë. Ma shumë se 3 ditë, keni punë me mu. Sigur me thonë prisi i Mekkës. Që ishte në dorën e mushrikëve, në dorën e idhujtarëve, që e luftonin Muhammedin a.s. Kështu pejgamberi a.s. erdhi me sahabët në vitin e 7. Thamë në vitin e 6 u nis, po se lejuan, vitin e 7 u nis në umre, dhe më thënë u nis në qabe. Idhujtarët i thanë njëri tjetrit të kënaqur me fatkecin e muslimanëve, me të vërtet po ju vinë disa njerëz të cilët i kanë lodhur dhe dopsuar ethet e Jethribit. Që tash kanë mi ardhur disa njerëz sa të lodhtjen, a ki po djersitë me senet, të mundum, duke i nënshmu. A në nënshmojnë neve, veç veshi i hramat, këqyri anti-islamistat dhe për komente që ka thejnë. Ju jeni beduin, ju jeni malak, ju s'dini kur gjo, jetën këqyrën përëndim, çfarë knatësie na kemi. Njëta gjo. Idhujtarët me kas, mendësia e njëtë dhe mendësia sotshme. Ishe musliman duke i shate, duke i përgojue, duke i usulmu në forma më të ndryshme, po subhanallah të knatësinë e zemrës tonë edhe shpirtit tonë ata nuk e kanë. Vallaj nuk e kanë boshë në zemrë. Na atë knatësinë e madhe që shkanë thonë ulemoja, sikur disa prej pushtetarve, prisave, ta kishin pas thotë çka, ta kishin ditë se çfarë knatësie shpirtërore ne kemi me imanin ton, kishin me na luftu me shpata. Vallaj është knatësie e madhe imani. Knatësie e madhe është imani. Ishe njerëzit, bovakim pamjen e jashtme në shumë të mirë, të veshëm, ko e diune. Mirë, po nëse rrin 2 minuta e she, që s'ka rahati shpirtërore. Nuk ka rahati shpirtërore. Nësa pamjen e jashtme e she, po shkon mas kjera, mas femnave, mas, ko e diune, harameve ndryshme, po s'ka rahati. Në zemër është bosh, është i zbrazët. Alhamdulillah që i kemi këtë iman dhe islam. Profeti a.s. kur e mori vesh këtë fjalë, deshti t'ju jep të kuptuar të kundërtën dhe ta shtonte irritimin edhe t'i tërbonte ata. Edhe ju tha nisë në ma shpejt hestin. Ju kallëzu që nasi mi lodhë. Si kur Omeri radiallahu anhu, kur e ka pa një musliman të devotshëm, edhe tu e kështa. Tu e ullë kryt. Tha të ngrit e kokën. Ti krenar du të më konë për fejnë tonë. Qa për mbosh para jo muslimanëve, para jo besimtarve dhe që si asi. Ngrit e thot kokën. Ti e, tash me ngrit kokën nuk do me thonë mu sjell keq. Me ngrit kokën nuk mu të regu ti jashpër. Du të mu të regu i but, po të regu e atë krenarin tonë dhe që e kitë, se ti musliman je. Ai s'ka fe, s'ka din, s'ka iman, po të reguat ma i naltë se sa ti, jo, mos e ndi vetin inferior. E të na fat këtë që është falë namaz, i vje marë me kalzu që po falë namaz. Jo, ma ngrit e vetin, subhanallah. Ngrit e vetin ti je ma i lartë e Allahu azza wa jall se sa ai. Bile Allahu azza wa jall i ka përshkru disa prej njerëzve që janë kundër fesë Allahut azza wa jall. I ka përshkru sikur kafshë dhe ma keq se sa kafshët. Se dhe kafshë e ka të ibadetin e vetat dhikrin që e përmend Allahun azza wa jall, edhe peshqit në deti e përmendin Allahun azza wa jall. E lemo njeriu besimtar që është apo.
Pastaj thot kjo lloj ecje me të shpejtë u bë sunet i pasuar për ata që do të vinë në Mekë dhe do të rrotulloheshin rreth Çabës. Në të njëjtën kohë ai do t'i shërbente si përkujtim i realitetit të parëve tonë të mirë, durimit, luftës, veprave tyre të larta, si edhe për ndihmën e fesë dhe lartësimin e fjalës së Allahut Azza wa Jall. Çka përfitojmë nga hadithi? Përfitojmë se pejgamberi alayhis salam në 3 rrotullimet e para me shokët e vet e bëri me të shpejtë. Cili është i qëllimi? Më ka kallëzuar që na jemi lodh. Na jemi të fuqishëm. E dyta, pëlqyeshmëria e të nxituar me ecje, është e pëlqyeshme, nuk është obligim, nëse nuk e bën s'ka problem, po është e pëlqyeshme. E treta, manifestimi i forcës, i pajpurisë përpara armiqve të Allahut Azza wa Jall, për t'i thyer dhe përçar ata kur ta shohin atë fuqizimin. E katërta, nga urtësitë e nxitimit të tavaf është përkujtimi i gjendjes së të parëve tonë të devotshëm. Pastaj thotë nëse nuk shpejton 3 rrotullimet e parave, nuk duhet të nxitosh tek 4 të tjerat. Hadithi 222. Abdullah ibn Omeri, djali i Hazreti Omerit, thot: e kam parë pejgamberin alayhis salam kur hyri në Mekë, tek përshëndeste gurin e zi, në fillim të tavafit, nxitonte në ecje gjatë 3 rrotullimeve të para. Një prej rriteve fetare të haxhit është edhe me puth gurin, si tham. Po s'ki mundësi me puth shumë njerëz. Ata që s'kan shku, Allah ja mundsoft me shku. Edhe e shohin që shumë njerëz ka vëllazni. Shumë, problem është aty. Edhe 24 orë është. 24 orë. Nuk ka bajgi fuqishëm me hi aty mrena. Atër çka mundesh me bo? Lejohet me ngrit dorën. Allahu akbar me thon. Lejohet me ngrit dorën. Ibn Omeri, kuptimi i hadithit, lakmonte, hulumtonte pasimin e veprave të pejgamberit alayhis salam. Edhe thot, na përshkruan tavafin e ardhes pejgamberit alayhis salam. Edhe thot si të shpejt në 3 rrotullimet, e shpejtonte. Pasi e përshëndeste gurin e zi, i cili ishte piknisja e çdo tavafi. Çka përfitojmë nga ky hadith? Pëlqyeshmëria e nxituarit, ecja e shpejtë, siç e tham, përshëndetja e gurit zi e kështu me radhë. Hadithi 223. Abdullah ibn Abbasi thot: bëri tavaf e ka po. Abdullah ibn Abbasi, Muhamedi alayhis salam, tha ka bo Muhamedi alayhis salam tavaf. Edhe thot në haxhin lamtomirës i hipur mbi deve dhe thot e përshëndeste ruknin me bastum. Do më thonë po lejoka edhe me deve me bo tavaf. Edhe me deve po lejoka me bo tavaf. Qysh mujnë me bo në krahasimin me bashkohorën, i kemi atje karocat. Karocat i kemi. Katën e parë dhe katën e dytë dhe tretë. Jo përdhesa i parë i dyti i bëjnë karocat. Është plak, nuk mundet mi bo. Sa kilometra duhet me ecë, 7 herë duhet Çabën. Pastaj duhet edhe 7 herë Safa Merve. Ai lodhja është. Për atë arsye themi vllazni, kushdo që ka mundësi me bo umrën apo haxhin, le të shkon sa më shpejt se ku të plakoni, vallahi vështirë keni. Vallahi vështirë është. Kurrë nuk është umrja, çka është haxhi. Shumë është lodhje. Shumë është lodhje. Plus nuk është atje klima sikur te na. Atje është shumë nxehtë. Flokat del, për 4 deri 50 shkon. Deri 52 gradë shkon. Disha dhe më thonë 50. Si soqin me thaqit për mi kry. Qa që është nxehti i madh. Në qatë nxehti me hec, me kilometra. Plus asaj veshjen, çka kime pas? Kime pas ihramin. Daha ma e vështirë pastaj. Se ihrami janë 2 rroba, sikur me ta qit peshkirin. Peshkir poshtë, peshkir nalt. Kuhësh. Se s'ki brek, pa majic në brendshme. Për atë arsye, kushdo që ka mundësi, le ta kryjnë më shpejt haxhin. Pastaj thot, profeti alayhis salam bëri tavaf në haxhin lamtomirës, rreth tij qëndronin shumë njerëz kur donte të shihte mënyrën e tavafit dhe kush donte të shihte portretin e tij të bukur, dhe profeti alayhis salam, nga se ishte i butë me umetin e tij, apo rrotulloi rreth Çabës, që të gjithë njerëzit për ta parë, në dorë mbante një bastum. Dhe thot me të cilën përshëndeste këndin e Yemenit dhe puthte gurin e zi, sikur se ka ardhur në transmetimin e Muslimit. Lejimi i kryes së tavafit i lejuar mbi kafsh, por se me arsye. Je i rritir, që shki me shku me karocë. Që po të vinë me karocë me shku. Je i rritir, ti mund të shme hecë, vëllah. Plak, kjo është s'mund me hecë, e ka arsye timi nuk krypuna. Këtu të regon që ja ka lejuar një aspekt pejgamberi alayhis salam
për një arsye të caktuar. Është plak, s'mund me ecë, normalen. E ka sheqerin për shembull. Është problem? Me hesti 70 km, 10 km, ku e diuna. Kur ki smundje kronike. Pastaj thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, shpeshtimi i tavafeve në shtëpinë e shet është nga veprimet e mira, më mira se sa të dalë njeriu nga Mekë duke dashur të bëj umrën si banor i Mekës. Hadithi 224 dhe hadithi i fundit për sonte, Abdullah ibn Omer radiallahu anhu thot: nuk e kam parë pejgamberin alayhi salam të përshëndeste në Qabe vetëse 2 këndet nga drejtimi i Yemenit. Këndi nga lindja që është Gurizi dhe këndi nga Jemeni. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit. Qabja i ka 4 kënde, apo si 4 orë është. I ka 4 kënde. Këndi nga drejtimi i lindjes i ka 2 merita. E para thot qenia 3 prej themeleve të ndërtuara nga Ibrahimi a.s. Para qindra mijëra vjetëve që është ndërtu po shkon ti te çaj vend. Po shkon me një vend ku kanë ecë pejgamberët e Allahut. Dhe më shëdo më thonë subhanallahu. Ku kriju njerëzimi në një aspekt, po shkon në çatë vend po shkon. Po shkon me një vend vllazni që tën jetën ti je kthy ka Qabja. Edhe për një moment është po të del përpara Qabja. Ata që shkojnë herën e parë, Allahu ja mundsoft ja Rab, 3 herë po them Allahu ja mundsoft me e pa Qabën. Tu hece ki një lloj subhanallahu, një lloj ndjesie shumë çuditshme. Edhe tu hec se shohësh për njerë Qabën, apo kupton? Se tash tu hec, momentin kur del habibi. Kranizat e na, thënë kranizat qohen. Qas i dhej ploha të bëhet trupi me një aspekt, kur ta shih Qabën për herë të parë. Atë ndjesi të parjes Qabës për herë të parë, kur më nuk e marrish. Ndoshta mas 10-15 vjetë nëse nuk shkan 10-15 vjetë. Ç'është ndjesi është subhanallah, veç ai që ka shku e din atë ndjesi të kënaqësisë, sepse 5 herë në ditë ti veç je tu kqyr dhe tu pyet ku është Qabja. Ka është Qabja që ti po drejtohesh dhe ty po ta mundson Allah me pa përpara Qabën. A ka kënaqësi më të madhe? Pastaj thot: ndodhja e gurit të zi në të, këndi nga Jemeni ka një merit të vetme, qenia 3 prej themeleve të ndërtuar nga Ibrahimi, këndet që bien nga drejtimi i Shamit dhe Irakut nuk i kanë këto merita, sepse themelet e tyre janë brenda kufirit themeleve që ndërtoi Ibrahimi a.s. Dhe thot feja është bazuar në pasim e jo në shpikje dhe rrisi. Para una Imam Malikut i kanë thonë vllazni. Për atë arsye ulemoja kanë qenë të ashpër ndaj bidatit, ndaj rrisive në fe, por mos me shkatru fen. Për mos më shtu grupet, po e në shtu, se kanë shpik njerëzit. Gjëra të reja që si ka bo Muhamedi a.s. Imam Maliku pyetët, edhe i thot: ata bëjnë njetë, ata veshi i hramin, apo ku e diune para mikatit, para vendit ku bëhet njeti? Thot, jo s'lejohet. Po pse s'lejohet, thot? Thot, subhanallah, kam frik se mundet me të kap ndonjë fitne. Kam frikë se mundet me të kap ndonjë fitne dhe ta kundërshtosh Resulin alayhis salatu wassalam dhe mund të bësh rrisin fen Allahut azza xal, aq strikt kanë pas. Bile disa prej selefit hershmit çka kanë thonë nëse mundesh që të bëhesh që kokën ta lëvizësh me argument bëhet prej tyre. Ç'është ka qenë strikt. Ç'është kanë qenë strikt. Paramendo, për shembull Malikit ka kur shkonin Qabe, ka sikur shiat edhe Malikit, po Malikit nuk janë shia. Malikit janë ahli sunne, janë pasues sunetit. Malikit për shembull falen Allahu Ekber dhe i lën dur drejt. Nuk i lidhin sikur na që i lidhin. A di çka ndodh kjo? Imam Malikun e kanë rrah. E ka rrah prisi vet. Kanë hek dietar të pushtetit, po qoftë edhe musliman që kanë kanë hek. Se çdo herë kanë thonë të vërtetën, edhe para unë subhanallahu Imam Maliku tu fali ka lshu durt se s'ka mujt mi lidh durt. Apo pasus fanatik të tij që e kanë dashur imamin, tu dosh me pasu Imam Malikun një pjesë e xhamatit çka u bë? Ai më thënë një pjesë e xhamatit ja kanë nis më fal kështu durt. Tu mos e di që ai nga rrohja nuk është i lidh durt, edhe sot asaj dite sot ishe Malikit Allahu Ekber ilshen durt. Ku ti thua vëlla, nuk ka hadith për gjëra të tilla që kanë të bë. Ja thot Imam Maliku e ka ditë fen më mirë. Tamam, ai e ka ditë më mirë, po ka mundësi me gabu, apo ka mundësi për një arsye të caktuar.
Pastaj, disa mundet me pas argumente se Resuli a.s. kur o fal gjatë vllazni, nuk o fal me lem të rekejve si na që shfalemi. O fal me sahata. Edhe ka pas raste të lexu Kur'anin gjatë i kalshu durt. Se ju në lodh, durt i ka lodh, apo ju kanë lodh. Pastaj i ka lidh prap, kalshu. Para mendo pejgamberi sa kur ka fal namaz nate tek dhoma Aishës radhiyallahu anha, aq ka qenë ngushtë. Vallai na pallatet i kemi në krahasim me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pasha Allahun pallatet i kemi. Çfarë jetese na kemi kërkun se ka pas Resuli sallallahu alaihi wasallam. Resuli shtëpia Resulit sallallahu alaihi wasallam apo tymi prej shtëpisë Resulit sallallahu alaihi wasallam me 2-3 muaj nuk ka pa tym që u bën një gjell një Resuli sallallahu alaihi wasallam shpinë e Aishës kur ka fal namaz që ngushtu kon ka flejt Aisha radhiyallahu anha dhe kom të saj unë kon drejtim të sejdës në sejdë. Kur ka dash me saj gat o fal. Gat o fal, për shkak me zonë gjysore. Edhe kur ka dash me ran sejdë e ka prek komën e Aishës gruas vet, edhe ai ka tërhek për me ran sejdë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çka ngushti ngon vllazni. Veç krahasoni dhomat tona. Krahasoni shtëpinë tonë. Krahasoni sallonet tona, subhanallahu. Pastaj thot, çka përfitojmë nga ky hadith? Pëlqishmëria për shëndetjes së dy këndëve në drejtim të Yemenit, është e pëlqishme që kur muslimanit kryet tavafin të përshëndes dhe ta pull gurin e zi, nëse jepet mundësia dhe nuk ka në vështërsi, në të kundërtën vetëm e përshëndet me dorë e ta puth nga larg ose ta përshëndes me shkop apo mjet tjetër dhe ta puth me atë që e përshëndeti. Nëse ka të vështirë, vetëm e përshëndet pa e puthur dorën. Pastaj thotë Sheikhul Islam Ibn Taymije, më saktë është që këndi i Yemenit nuk mund të puthet, ama anë tjera me dy këndet nga Shami si dhe Mekami Ibrahimi as nuk puthen, as nuk preken. Se shkojnë disa dhe Mekami Ibrahimin e puthin. Aty. Nuk lejohet. Pastaj thotë çka? Thotë asesi domethënë nuk lejohet të puthrit apo të prekurit e varreve të tjerëve, rrotullimi rreth varreve është bidat i ndaluar rreptësisht. Se dhe këta kanë, dhe dervish sufite kanë një lloj argumenti në thujza që çabja po sillet, që tavaf hade pe bëjmë te filan evliaja e tyrbeve dhe po sillemi. Te naki po, kur ja bën atë përshëndetjen e fundit, e lën gjenozën aty dhe sillen. Bon krejt rresht edhe musjell, mja dhon selamin të vdekimit. Këtë bidate janë këto. Këtë janë rrisi këto, kërkuar si ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku pishpikni ju këto sene? Çështo është ku është feja sot? Feja jo si fe islam, po grupet që kanë dalë. E kanë deviju fen. Pastaj thot ndalimi i përshëndetjes së këndeve të tjera veç dy këndeve të Yemenit. Gjithashtu nuk lejohet përshëndetja e vendeve të tjera të shejta normalisht që janë, por nuk lejohet. Mekami Ibrahim, mali i mshirës në Arafat, Muzdelife, Rauda e shejt e profetit, shkëmbi në xhamin Aksa, feja merret nga ligjvënësi pa shtesa dhe pa egzagerim deri në haxhin temettu. Kemi 3 lloje të haxhit dhe kemi mi trajtu javën tjetër, domethënë haxhin temettu e krym na, domethënë se është ma lehtë. Është edhe haxhi edhe umreja me një pjesën apo me një ihram që nuk e hekish ihramin është më e lehtë. Kjo çështje do ta trajtojmë inshallah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërblet.